Sigurisht që ndeshja e fundit dëshira ishte ta mbyllshim i fitore. Normalisht një fazë 36 javë që i kena luajtur, mund të them që morëm atë që kërkuam, një ndër dy vendet e para duke ditë dhe formulën. Kështu që besoj jemi të kënaqur për këto që kemi lënë të 36 javë, por na pret faza më e rëndësishme tash, Final Four. Sa motivuar është Vllaznia të më fort tash? Them, më motivuar se kur, mund të them që skuadra ka bërë mirë, kena kalu një rrugtim gjatë me sakrifica, me mund e djerës, mendoj me kontributin e gjithëve kena arë këtu. Kështu që është momenti që t'japim më shumë se që kemi në Final Four për të arritë atë që ne gjithë dojmë, por dhe gjithë Shkodra atë. Nuk preferojmë, s'kena preferenca, ne jena gati, kush do që të binë, këdo që të na zgjedhë shorti, jemi gati. 2 vjetë gëshenusi më i mirë i kampionatit, a i gëzushëm? Po, normalisht në aspektin personal për sulmuesin është gjithmonë e rëndësishme që në shgolla, aq më rëndësishme kur golat ndihmojnë skuadrën. Ndoshta këtë vit pak më shumë mund të them pasi arritëm një ndër dy vendet e para, kështu që shpresoj të jem gjendje të vazhdoj ta ndihmoj akoma edhe në ndeshjet e Final Fourit. Lojtari ndeshjes sot, duket se kërcënimet individuale nuk mundojnë të bëhen, por tash fillon ato ekipore. Sigurisht, siç thash, për mua jam i kënaqur, normalisht që ato golet që num, ajo kpuc normalisht që ndahet me shokët e skuadrës për gjithë asistimet dhe ndihmën që më kanë dhënë, kështu që shpresoj vazhdoj t'ja shpërblej akoma më shumë. Faleminderit dhe juve.